Udhëheqja e grave, një domosdoshmëri për një Iran të lirë, një republikë demokratike. Së pari, alternativa ndaj fashizmit fetar fiton besueshmëri përmes luftës së saj kundër shahut dhe shejkut dhe përkushtimit praktik ndaj pjesëmarrjesë së barabartë të grave në udhëheqjen politike. Së dyti, forca e denjë për të qenë alternativë nuk mbështetet vetëm në një lëvizje të organizuar, por edhe në strukturën e saj luftarake, gratë luajnë një rol përcaktues. Së treti, programet dhe qëllimet demokratike për të ardhmen e Iranit, nga themelimi i një republike demokratike deri te lirit individuale dhe shoqërore, të drejtat e barabarta të grave, të drejtat e njeriut, ndarja e fesë nga shteti dhe të drejtat e kombësive të shtypura. Po, të gjitha këto janë një tërësi e ndërlidhur dhe kushti për realizimin e tyre është roli udhëheqës i grave. Dhe së katërti, pa udhëheqjen e grave, as ndryshimi demokratik në Iran nuk është i mundur, dhe as pas përmbysjes së regjimit, nuk mund të imagjinohet një tranzicion i qetë, i rregullt dhe demokratik i pushtetit, dhe as nuk do të ketë asnjë gjurmë të demokracisë, drejtësisë dhe zhvillimit të vërtet. Demokraci, liri me Mariam Rajavi.